Episodi sotëm nis me Shahinin, i cili reflekton thellë dhe mendon për tradhtinë e Nares. Ai nuk arrin të pranojë se si njeriu që donte më shumë, mundi bente diçka të tillë, duke prishur planin për arratisjen e babait të tij. I mbushur me zhgënjim dhe zemërim, Shahini komunikon me Demirin dhe merr vendimin të mbledhë të gjithë krerët e fisit, duke sinjalizuar një përballje të madhe që pritet të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Kaja përballet me Zerinin, duke i kërkuar llogari dhe duke u përpjekur t'i shpjegojë se babai i saj kishte ngritur kurthe për ta vrarë atë gjatë kohës që ndodhej në burg. Megjithatë, Zerin nuk i beson fjalëve të tij dhe i thotë se ka vendosur të martohet me Sedatin. Ky vendim e acaron jashtëmase Kajen, i cili lutet me dëshpërim që të mos e bëjë një hap të tillë. Nga ana tjetër, Sedat përballet me Kajen dhe i kërkon atij të qëndrojë larg gruas së tij. Në një moment tensioni ekstrem, Kaja nis të nxjerrë armën, por Kadir ndërhy në çastin e fundit dhe ndalon, duke shmangur një përplasje fatale. Në konak, Gjian dhe Sadakat përpiqen ta bindin Kajen që të heqë dorë nga dashuria e tij për Zerinin. Gjatë bisedës, Sadakat i prek një moment edhe me temën e Boranit, i cili ishte djali i Xhmelit. Në atë çast, Ayla dëgjon një pjesë të bisedës ku përmendet një fëmijë. E shtyr nga kurreshtja dhe dyshimet, ajo pyet se për çfarë bëhet fjalë, duke hapur kështu një tjetër pikpyetje të rëndësishme në rrjedhën e ngjarjeve. Nare përpiqet ta manipulojë bisedën që Ayla dëgjoi, duke e zhvendosur temën dhe duke folur në mënyrë të paqartë për të kaluarën e Sadakatit. Megjithatë, Alia këmbgul dhe ndjen se diçka po e fshihet me qëllim. Dyshimet e saj shtohen edhe më shumë, duke e bërë të qartë se e vërteta për të kaluarën ende nuk është zbuluar. Alia i kërkon një shpjegim Xhianit për bisedën që dëgjoi. Ai përpiqet menjëherë ta fshehë të vërtetën, duke i thënë se historia që ajo dëgjoi i përket së kaluarës së familjes dhe se nuk është diçka e rëndësishme që ajo duhet ta di. Megjithatë, kjo përgjigje nuk arrin të shuajë dyshimet e Alies, përkundrazi, i shton ato edhe më shumë. Mjeku i vjetër Fikret kujton se dikur ka pasur një paciente me emrin Sadakat, e cila kishte një shtatzani të padëshiruar dhe dëshironte ta ndërpriste. Ai tregon se historia e saj ishte shumë e dhimbshme dhe se bëhet fjalë pikërisht për vjerrën e Ailës. Djali i tij e dëgjon këtë rrëfim me shumë vëmendje dhe ndjen dëshirën për të kuptuar më tepër rreth kësaj historie të errët nga e kaluara. Alia përballet me Minen, e cila e pyet për varsen që ajo mban. Alia e lumtur i shpjegon se është dhurata për ditëlindjen e saj. Mina i drejtohet menjëherë duke thënë se Gjian është një burr me shije. Kjo përgjigje e habit Ailën dhe e shtyn atë të reflektojë, pasi fjalët e Mines ngjallin dyshime dhe mendime të reja në mendjen e saj. Nga informacionet që ka marrë nga Mine, Alia fillon të kuptojë diçka më shumë. E shtyr nga dyshimet, ajo hyn në profilin e Mines në rrjetet sociale, ku sheh një foto në të cilën një dorë përqafon Minen. Menjëherë Alia e lidh këtë pamje me Gjianin dhe dyshon se ajo dorë mund të jetë e tij, gjë që i thellon edhe më shumë pas siguritë e saj. Gjian njoftohet se Shahini ka filluar të bashkëpunojë me Demirin dhe se po vepron për ta mposhtur atë, duke ngritur kurthe kundër tij. Pas këtij informacioni, Gjiani kërkon që Shahin të njoftohet për një takim me qëllim që të përballë drejt për drejt dhe të sqarojë situatën. Nga ana tjetër, Shahini ka mbledhur krerët e fisit dhe u kërkon atyre ta mbështesin, pasi ka vendosur të marrë tokat e alboranëve dhe gjithçka që mendon se i takon me të drejtë, por sipas tij, Gjiani ja ka marrë padrejtësisht. Duke dëgjuar se Shahini po përgatitet të marrë kryesin e fisit të alboranëve dhe të rrëzojë Gjianin, Nare telefonon atë. Shahini përgjigjet se është e vërtetë dhe se po merr ato të drejta që i takojnë. E zgënjur nga kjo përgjigje, Nare nuk thot asnjë fjalë, duke mbetur e heshtur dhe e tronditur nga situata. Alia bisedon me kolegun e saj mjek, i cili e pyet në mënyrë të tërthortë për të kaluarën e Sadakatit. Alia pa u shprehur drejt për drejt, i tregon pak informacionet që ka në dispozicion. Mine e sheh këtë afrim nga larg dhe gëzohet nga fakti që Alia dhe mjeku po komunikojnë. Ndërkohë, Gjiani njoftohet për këtë takim dhe brenda tij lind një ndjenjë xhelozie. Ai menjëherë niset drejt spitalit, i prekur nga ajo që ka parë dhe dëgjuar. Në spital Gjiani lumturohet nga pamja që sheh. Alia mban në krah një bebe të një pacienteje të saj. E habitur nga pranësia e tij atje, Alia i thot menjëherë çfarë bën ti këtu në spital, duke shprehur habin dhe pakënaqësinë për praninë e papritur të tij, ndërkohë që situata shton edhe më shumë tensionin dhe ndjenjat midis tyre. Gjiani kërkon Mines që të qëndrojë larg Alies dhe tij kur ata janë së bashku,
duke u përpjekur të ruajë afërsinë e tyre. E kurioze, Alia fillon të përgjoj bisedën mes Gjianit dhe Mines. Aty ajo dëgjon kërkesën e Gjianit që mjeku i cili afrohet Aliës të pushohet nga puna. Megjithatë, Mina i refuzon të realizojë këtë kërkesë, duke mos pranuar të ndërhyjë në këtë mënyrë. Gjiani kupton se Alia ka dëgjuar bisedën e tij me Minen dhe i shqetësuar e pyet se çfarë ka dëgjuar. Alia e acaruar ja kthen menjëherë, si është e mundur që ti vendos për fatin e të tjerëve, duke kërkuar pushimin nga puna të një mjeku, duke i treguar qartë zemërimin dhe pakënaqësinë e saj ndaj veprimeve të tij. Gjiani kërkon që Shaini t'i bashkohet një vendi ku kanë kujtimet e tyre të fëmijërisë, duke përmendur sa të lumtur kanë qenë dhe sa shumë e donin njëri tjetrin. Nga ana tjetër, Shaini thot se nuk do të rriqet nga vendimi që ka marrë për të rimarrë tokat e alboranëve, sepse nuk mund t'i falë veprimet e sadakatit dhe gjithçka që ai konsideron padrejtësi ndaj familjes së tij. Dasma e Zerrinit thohet, por Kaja nuk e dorë lehtë. I maskuar ai futet në pjesën e padukshme të konakut dhe vendos ta rrëmbejë Zerrinin me qëllim që ajo të mos martohet me Sedatin. Zerrin e paralajmëron Kajën që të heqë dorë nga ky vendim, duke i thënë se veprimet e tyre mund t'i vrasin të dy dhe se situata mund të kthehet në një ngjarje dramatike për të gjithë të pranishmit. Rreziku më i madh për Gjianin vjen pikërisht aty ku ai nuk e kishte pritur. Mine me planet e saj djallëzore e fton përsëri Ailën në shtëpinë e saj. Me lot në sy, i tregon se burri që ajo do u detyrua të martohej për shkak të këmbguljes së nënës së tij, dhe se ajo kishte tentuar t'i jepte fund jetës. Alia fillon të kuptojë se ky burr po lidhet shumë me imazhin e Gjianit, por dyshimi dhe emocionet e saj forcohen edhe më shumë kur, duke hapur derën e shtëpisë së Mines, e gjen Gjianin përballë saj. Çfarë justifikimi do të nxjerrë Gjiani? A do ta zbuloj Alia të vërtetën? Përgjigjet do t'i ndjekim nesër në serinë e ardhshme që do t'ju sjellim.